Mos harroni nga keni ardhur dhe punoni për çështje kombëtare. Me këtë mesazh që preku zemrat e të pranishëm me lot në sy, ish kongresmeni amerikan me origjinë shqiptare Joseph Dioguardi ju drejtua komunitetit shqiptar në Boston gjatë takimit të veçantë të zhvilluar në ambientet e Universitetit Harvard në kuadër të aktiviteteve për nder të pavarësisë së Kosovës. Aktiviteti u organizua nga Vatra Dega Boston në bashkëpunim me shoqatën e studentëve shqiptar të Harvardit. Në rrëfimin e tij Dioguardi kujtoi fillimet e vështira të familjes tij në SBA dhe amanetin e tatit që ka udhëhequr gjithë jetën të ndihmojë shqiptarët sepse është gjaku ynë. Ai ndau kujtime nga rrugtimi i tij politik, bashkëpunimet me kongresmen, ndër viteve veçanërisht vlerësoi mikun e tij të madh e të shqiptarëve, kongresmenin Tom Lantosh, si një nga zërat më të fuqishëm në mbështetje të Kosovës në Kongresin Amerikan. Dëshmitë e tij historike përpara Kongresit për krimet e regjimit Miloševićit dhe nevojën për të ndihmuar popullin e Kosovës u ndërprend disa herë nga duartokitjet e gjata në sallë. Po aq prekse ishte edhe fjala e Shërit Dioguardi, e cila kujtoi betejën e gjatë për ndërgjegjësimin e politikës amerikane mbi dhunën në Kosovë, lobimin për njohjen e UÇK-s si forcë çlirimtare dhe punën e pandalur deri në shpalljen e pavarësisë. Kryetari i Vatrës Dega Boston, mentor Maksutaj, e cilësoi familjen Dioguardi si misionarit çështjes shqiptare dhe ndër njerëzit më të rëndësishëm për lirinë që gëzon sot Kosova. Në emër të shoqatës së studentëve shqiptar të Harvardit, foli Faton Limani. Në përmbyllje të aktivitetit, Faton Bislimi falenderoi organizatorët në emër të Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane dhe ndau mirënjohje për mentor Maksuten dhe Faton Limani, ndërsa Vatra nderoi Joseph dhe Shëri Dioguardi me certifikata mirënjohje për kontributin historik për kombin shqiptar, ndërsa mirënjohja u ndan edhe nga shoqata e studentëve shqiptar të Harvardit. Fjalë të ngrohta mbajti edhe shkrimtari Namik Selmani, i cili zbuloi se në librin e tij të ardhshëm një vend të veçantë do ketë familja Dioguardi, duke mbyllur aktivitetin me një poezi.